Presidentja Vjosa Osmani ditën e djeshme në gjatë punimeve të samitit, tha se Bashkimi Evropian shpesh tregojti pa balancuar dhe se po penalizon palën që po zbaton rendin kushtetues. Si komentoni ju këto kritika dhe a besoni se Bashkimi Evropian po e humbet kredibilitetin në dialogun Kosovë-Serbi? Dhe një pyetje tjetër që lidhet me deklaratat tuaja apo rezervat tuaja, le të themi kështu, për aleancën ushtarake. Ka të bëjë me si komentoni ju faktin që Aleanca Ushtarake dhe nga presidenti Trump po vinë kërkesat her pas hershme për të rritur buxhetin e mbrojtjes në 5% dhe a është e drejtë që edhe vende si Shqipëria me buxhetet kufizuara të shkojnë në të njëjtën linjë me vendet e mëdha, me fuqitë e mëdha? Dhe në të njëjtën linjë është edhe pyetja për ju, zoti kryeministër, si do t'i përgjigjet Shqipëria kësaj kërkese që vjen nga Washingtoni dhe a mund ta përballojë Shqipëria një buxhet të tillë në 5%? Alors, sur votre première question, për pyetjen e la parë. feuille de route est claire et pour avoir passé beaucoup de temps. Udhërëfysi është shumë i qartë dhe kemi kaluar shumë kohë me dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. BE-ja është legjitime për të kërkuar që të ketë avancime konkrete çështjen politike, mbi zgjedhjet e komunave që nuk kanë qenë të kënaqshme, për çështjet e sigurisë. Kjo është e njohur, nuk ka asgjë të re. Mendoj që ekzigjenca nuk është humbje besueshmërie, duhet të dalë nga kjo ballëpërballje që bllokon situatën. Unë uroj që javët e ardhshme të rifillojmë dialogun edhe me Prishtinën dhe me Beogradin, sepse secili vend është përballur me vështirësi politike, sociale, për të mundur të bëjmë avancimin. Është e rëndësishme për gjithë rajonin. Mendoj që kërkesat janë legjitime, nuk duhet lëmë të vendoset një dialog i tërthort. Nuk është mënyra korrekte për të avancuar. Të paktën kemi një vullnet, mund të më bëni besim për këtë, për qëllimin e avancimit, sepse mendoj që për sigurinë e Europës sonë, për bashkimin e saj, duhet ta bëjmë këtë udhë. Il est légitime d'avoir des exigences. Por është legjitime të kemi ekzigjenca për këtë gjë. Nuk është ide e mirë kur mundohemi të përçajmë linjat apo të vëmë në dyshim procesin. Pra do vazhdojmë të ecim me forcë, do të riangazhojmë, ne do shkojmë krahas partnerëve tanë evropian për të që në mënyrë që gjërat të avancojnë në Kosovë. Për NATO-n dhe ekzigjencat. Franca, mendoj sot, ka ushtrinë më efikase të Europës. Kemi një ushtri komplete, tek e cila kemi riinvestuar që prej 2017-s me 2 ligje të programimit ushtarak që kanë dyfishuar buxhetin e ushtrive tona. Kemi kapacitetin e zhbindjes bërthamore, kemi autonomi strategjike në këto segmente, kemi një përvojë operacionale të paparë në teatret e operacioneve në lindjen e mesme, në Afrikë e tjerë. Jemi sot me 2.1% të PIB-it. Ne vazhdojmë ta shtojmë këtë buxhet për vitin që në vazhdim dhe vitin e ardhshëm. Nuk kam konsideruar kurrë që përqindja e PIB-it është një fund në vetvete. Duhen analizuar sfidat që kemi dhe krahas saj kemi një angazhim të mirë, një nivel të mirë angazhimi. Më pas kemi të gjithë nevojë për të përshtuar harxhimet tona, për të përforcuar këtë shtyllë të madhe të NATO-s. Jemi të kënaqur të kemi mbështetjen e Amerikës. 1/3 e aleancës mbështetet nga jo, po të jemi të qartë. Aleatët tanë amerikanë në mënyrë në shtim shikojnë gjetkë dhe na kërkojnë që të marrim në ngarkim gjithmonë më tepër mbrojtjen tonë. Është legjitime, nuk shifrohet vetëm me përqindjen e PIB-it dhe nuk duhet të përkthehet në blerje materiali amerikan, sepse do kishte vetëm një pasojë të shtonim varësinë tonë në industrinë amerikane. Pra duhet që ne europianët të investojmë më shumë
former, pour recruter pour certains për pays t'u davantage, formuar, për të pour nous rekrutuar, équiper davantage, mais për aussi t'u pour pajisur construire une më base shumë industrielle dhe gjithashtu për të technologique ndërtuar një bazë industriale dhe teknologjike europiane që përforcon autonominë tonë. Et donc, je vous le dis très clairement, Po ju them shumë qartë, horizonti 3,5% të PIB-it është një horizont i mirë për vitet e ardhshme, por nuk do bëhet brenda 6 muajsh. Ajo do bëhet duke pasur substancë, duke pasur koherencë. Së fund, do të rikujtoj dy gjëra. Është një përqindje e PIB-it, pra është një përqindje në funksion të çdo shteti, nuk është absolute. E dyta, angazhimi i një ushtrie nuk varet nga kjo, por nga emrat që janë të shkruar tek monumentet e të vdekurve. Nuk më pëlqen ky debat ndërmjet aleatëve ku flitet për shifra. Njoh shumë vende në Europën tonë që kanë humbur shumë ushtarë në teatrat e operacioneve dhe që kanë angazhuar të tjerët. Ata meritojnë respektin. Kjo vlen edhe më shumë se paratë. Faleminderit. Unë duhet të them që spari ne kemi ecur sipas angazhimit, duke rritur buxhetin dhe kapur 2% që ka qenë objektivi i përbashkët i aleancës dhe që në kryet herës është dukur si diçka e pamundur, duke pas parasysh pikërisht ato që thatë ju që ne nuk kemi një buxhet të madh dhe nga ana tjetër kemi shumë nevoja për të përmbushur, por gjithsesi ne e kemi përmbushur detyrimin ton ndaj kontratës përbashkët të aleancës. E dyta, ky është një moment i veçantë që ka sjell në tryezë nevojën për të investuar më shumë dhe nga ana tjetër ne duam ta shfrytëzojmë si moment për të rilindur industrinë tonë ushtarake, gjë që kemi nisur ta bëjmë, duke e shfrytëzuar investimin më shumë në buxhet për mbrojtjen si një investim për të krijuar vende të reja pune të mirëpaguara, për të rritur kapacitetet e vendit në drejtim të kualifikimit të krahut punës dhe kështu me radhë. Por një gjë besoj unë është shumë e qartë, duke parë që tani që është kjo fryma e përgjithshme që të rriten buxhetet, na vijnë kompani nga të katër anët e Europës, kemi këtë për të shitur, kemi atë për të shitur, blini nga ne makina, blini nga ne bicikleta, është diçka që tregon se çështja nuk është sa para vëmë ne në dispozicion, por si përdorim ato para, me çfarë efikasiteti dhe si këto para që përdorim ne e kompletojnë panoramën e përgjithshme të të gjithë vendeve europiane, sepse Franca është një rast unikal që ka një ushtri nga ajat e zhëja edhe që mund t'i bëj vetë të gjitha, po Shqipëria nuk mundet dot ta ketë një ushtri të tillë, dhe si Shqipëria janë shumë vende tjera që nuk mund të kenë një ushtri që t'i ketë të gjitha deri tek arma bërthamore. Kështu që ne duhet të jemi komplementar në kontekstin e përgjithshëm dhe për këtë arsye duhet një plan i mirë menduar, i koordinuar me procedura shumë më të qarta për të gjithë, edhe me një garanci eficience në shfrytëzimin e atyre parave që vendosen. Se nëse kjo bëhet një histori vër buxhet para dhe shpenzoi dhe shëno aty që i shpenzuam,
atëherë ne do t'i kemi plot depot me lloj-lloj madhrash që as nuk do t'i përdorim. Dhe përpara disa javësh unë pata i bisedë me një me CEO-n e një prej kompanive më të mëdha të prodhimit ushtarake në botë, edhe më tha, kam vizituar një vend, se s'po e përmend, jo në Europë, që ka bler pa fund armatime, edhe që akoma i kanë të pa hapura, nuk i kanë futur akoma në punë. Tani, në letra, kjo mund të rezultojë si një shpenzim i mjaftueshëm për ushtrinë, por në fakt nuk është një forcim i mbrojtjes. Kështu që unë jam 100% dakord me atë që tha presidenti, që ne duhet jemi realist në gjithë të histori dhe të kuptojmë si do t'i rrisim kapacitetet, jo si do rrisim buxhetin vetëm, por si do rrisim kapacitetet, si do kemi mbas një X numër vitesh një sistem mbrojtje të Europës më efikas, më të gatshëm, më të plot, dhe jo si do kemi në përbllogje shpenzime ushtarake për të bler lart e poshtë mjete. Kjo është në kundërshtim. Dhe nga ana tjetër, ne nuk duhet të harrojmë që Europa nuk mund të kthehet në një territor ku flitet vetëm për armë dhe ku mendohet vetëm për luftë. Kështu që ka dhe plot gjëra të tjera që duhet i mbajmë mirë parasysh, se në fund të ditës, kur vjen puna tek Europa, unë besoj se ka dy territore për të mbrojtur. Territorin fizik dhe territorin shpirtëror. Nëse Europa humb në territorin shpirtëror, atëherë vlera e territorit fizik të Europës bie në mënyrë të ndjeshme, sipas meje.